kërkesa ka qenë diku rreth 447 milion euro, mirë po pas vlerësimit të stopit, në këtë proces kemi orë në vlerën prej 435 milion euro, pas diskutimeve që kemi pasur me gjitha palët e interesit. Janë ndryshimet në kostet të blerjeve të energjisë elektrike nga furnizuesi me shërbim universal. Ne më dërgu me shkrep, unë i përgjigj. Kisha lutë gjitha media me na mirë kuptu, ndoshta është mirë me potencu që kërkesa e OSSH-s, kërkesa e KEC-it ka qenë diku rreth 214 milion euro, mirë po pas vlerësimit nga ana ZRS, kjo vlerë ose kjo kërkesë është zbrit nga 214 milion euro në 180 milion euro pas shqyrtimit nga ana stopit. Në raportin konsultativ dhe pas përgjigjen komente si version final, kërkesa ka qenë diku rreth 447 milion euro, mirë po pas vlerësimit të stopit, në këtë proces kemi orë në vlerën prej 435 milion euro, pas diskutimeve që kemi pasur me gjitha palët e interesit. I kemi 4 shkaktorë që kanë ndiku në rritjen e kostës shërbimit, domethënë janë ndryshimet në kostet të blerjeve të energjisë elektrike nga furnizuesi me shërbim universal, ndryshimet në kostet të blerjes të energjisë nga operatori i sistemit të shpërndarjes, parashikimi i çmimeve të energjisë nga i porti për vitin 2025 dhe parashikimit për kostet e shërbimeve ndihmëse për operatorin e sistemit të transmetimit. Duhet ta theksojmë se në vlerësimet për vitin 2025 është parashikuar edhe import, duke ditë edhe duke pas parasysh që njësitë gjeneruese janë në planifikim të mirëmbajtjes. Morën vesh fillim, nuk ka çdo pyetje që keni mundi më dërgu me shkrep, unë i përgjigj. Kisha lutë gjitha media me na mirë kuptu, me qenë se për shkak të privatësisë kalojmë në seancë të mbyllur dhe vazhdojmë me pika tjera të kandidatëve.